Dje është organizuar ceremonia e varrimit për të ndjerën, ku familjarët të shkuan e trohoqën trupin nga morgu i spitalit dhe bën ceremoninë e varrimit. Zonja Ndjesket është varros në fshatin e Vendidis, fshatin e Lambres, ndërsa të ndjerin është detyruar që bashkia të kryejë varrimin për arsye se pas shumë negociatave që bëri policia me familjar për ta tërhequr trupin dhe për të organizuar ceremoninë e varrimit, nuk u gjet gjuha. Ne jemi njoftuar nga policia që duhet të veprojë bashkia komunale, bashkia për të kryer varrimin. Jemi detyruar të bëjmë organizimin dhe kemi shkuar me shoqëritë të licencuar për transportin nga morgu për në Varreza. Është kryer varrimi nga ndërmarrja përkatës, pa prezencën e asnjë nga familjarët. Dhe çfarë ore është tani që është trupi? Trupi është tërhequr rreth orës 2 e gjysmë. Ceremonia e varrimit ka shkuar deri nga ora 3 ca.